Qëllimi i këvendit sotme është për të njoftoj me një operacion policor, i cili është zhvilluar sot në orët e hershme të mëngjesit. Siç keni qenë njoftuar edhe më herët, me datën 1 prill ka ndodhur një vrasje në Kaçanik, ku është vrarë rështeriun Mamet Lika. Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorinë themelore të Frizajit ka zhvilluar hetime intensive gjatë këtyre ditëve dhe javëve, edhe sot kemi konkretizuar një operacion policor i cili është zhvilluar në Kaçanik me qëllim të bastisjes respektivisht zbatimit të urdhëresës së gjykatës themelore të Frizajit. Operacioni është zhvilluar në autorizim të prokurorisë themelore, ku gjatë këtij operacioni janë bastis 9 lokacione, shumica e tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policore janë arrestuar 7 persona dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe po ashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rështerit tonë. Të gjithë personat janë të arrestuar, janë në proces intervistimit nga hetues tonë policor me autorizim të prokurorit. Gjatë operacionit nuk ka pas ndonjë incident, operacioni ka shkuar shumë mirë, nuk ka pas ndonjë të lënduar as nga palët e dëshuara, po ashtu as nga policia. Mbetet ndërkohë do të zhvillohen intervistat dhe pastaj me vendin prokurorit do të vendosë tutje për çështjen e procedimit të këtyre personave dyshim. Gjatë operacionit janë sekuestruar 2 vetura, telefona celular, disa laptop, një armë zyrtare me 30 fishek të kalibrit 9 mm, maska, tytat armësh, kapela sportive, rroba, fishek, dulbi, si dhe dëshmi tjera të cilat do të shërbejnë për dokumentimin e rastit vrasjes rënd. Veprimet policore lidhen me këtë operacion, kontrolli janë duke vazhduar akoma. Gjatë këtij operacioni ka marrë pjesë njësitë policore të Policisë së Kosovës. Operacioni është tërhequr nga Drejtoria e Hetimeve të Krimeve të Rënda, të mbështetur nga hetimet rajonale të Ferizajt dhe po ashtu në asistencë kanë qenë edhe njësitë tona speciale, duke filluar prej njësitit special intervenues, njësitit special operativ, njësitit për deminim, njësitit policisë Meqan dhe njësitë tjera të relevante. Total, dikon rreth 170 të zyrtarë policor kanë marrë pjesë në këtë operacion. Sot e kemi një rezultat, mund të themi preliminar, ku 7 persona janë duke u intervistuar dhe me vendim prokurorit do të vazhdohet procedura me tutje. Sigurisht që ata do të shkojnë në mbajtje dhe do të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme. Çka dua të them më tepër është që bashkëpunimi mes institucional gjithmonë rezulton me rezultate pozitive, siç është edhe ky rast i sotëm. Ne si prokurori themelore dhe gjithashtu edhe si Policia e Kosovës ja kemi pas borxh Policisë Kosovës dhe rreshtetit Mamet Lika që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Deri më tani është pak herët të flasim për motivin, po sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë, lidhet motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i Policisë së Kosovës. Përmeshtu vetëm pak. Do jepet mundësia e cilit me bubite, s'ka problem. Domthonë për më mbështet këtë që ta prokurori, domthonë dyshimet e tona deri tashme janë që vrasja e rështerit tonë ka ndodhur për shkak të detyrës zyrtare. Mirë po, kjo motivi do të qartësohet vërtetohet edhe pas intervistimit të personave dyshim dhe po ashtu pas ekzaminimit të pajisjeve të dëshmive të cilat janë sekuestruar. Do mbetet më vërtetuar me vonë, mirë po dyshimet tona fillestare janë që lidhet me punën e tij zyrtare. Deri më tash nuk ka persona nga Policia e Kosovës të arrestuar. Është një person i arrestuar i cili ka qenë ish pjesëtar, domthonë është ish pjesëtar i FSK-s, jo pjesëtar aktiv. E vërtetë është ndërën që në atë që tham deri më tash, ne kemi arritur të sigurojmë prova të dëshmi të cilat i lidhin këtë grup kriminal me vrasjen e rështerit tonë. Mbetet të shihet background-i i tyre, disa nga ta kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në raste të mëhershme, e që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj, sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona dyshim të rrezikshëm të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planifikuar dhe pas të kanë ekzekutuar. Mund ta pretendojmë që njëri nga ata sot mbush 17 vjet. Fal prokuror. Rregja atje e ka një pyetje më herët urnëveç. Grupi ata pas një detemi i celulës se një kohë fillon atë vesh që ka udhëhequr se ta pas një motiv detemi më personal apo nuk dihet. Nëse mundem nga ato që kemi bërë deri tani, nuk vërtetohet ajo që ka vepruar si grupi organizuar me celula apo siç po e parashtroni ju pyetjen, por që është një grup
prej 7 personave që janë arrestuar që kanë marrë pjesë në kryen e kësaj vepre penale. Unë edhe në konferencën paraprake e kam cek dhe e kam vërtetuar që nuk ka asgjë lidhje me rastin e djegjes lokalit paraprakisht. Domethënë provat që i kemi tani nuk na çojnë që ka një ndërlidhje mes djegjes së lokalit të Reshterit dhe rastit që ka ndodhur tani. Hatja dhe ne aty. Pastaj faktin që lidhet, motivi dyshohet që lidhet me punën e tij dhe fakt që personat e arrestuar janë me të kaluar kriminale. Nëse mundeni më na tregu nëse policia ka qenë përfshirë në arrestimin e tyre kudo që janë arrestuar pasi që kanë të kaluar kriminale dhe për çka saktësisht dyshohet që kanë kryer ose nëse kanë qenë të dënuar më herët. Reshteri jon ka qenë në detyrë zyrtare kur ka ndodhur të raste dhe mandej ka punu në mbështetjet e timeve të policisë me qëllim ndryshimit të rasteve të mëhershme. Domthonë janë persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të raste të mëhershme që ndëlidhen me pamfletje dhe po ashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik.